Ish kandidati për deputet I Partisë Demokratike Ulon Kalaja është shpallur në ngrada nga Greqia. Lajmi është konfirmuar nga vetë Kalaja përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Kalaja shkruan se akuzohet nga shteti grek për racizëm dhe vendosje në rrezik të sigurisë kombëtare të Greqisë. Sipas Kalas, informacionet e fundit që ky ka marrë në mënyrë jo zyrtare tregojnë se autoritetet greke e kanë identifikuar si rrezik për sigurinë kombëtare dhe e kanë akuzuar për racizëm, akuzat që ai son të pabazuara dhe thyese. Gazetari thot se dyshon që masa ndaj tij lidhet me aktivitetin e tij si aktivist dhe si autor dokumentarësh. Kalaja ka qenë mes organizatorëve të protestave të gjëra në vitin 2018 kundër marrëveshjes së detit Shqipëri-Greqi, ndërkohë që është dhe autori i dokumentarit investigativ Drejtësi për Pëllumbin, ku trajton vdekjet e të riut Pëllumb Marnikolaj në një komisariat në Athinë, si dhe raste të tjera të shqiptarëve të vrarë në rrethana të dyshimta në Greqi. Ai thekson se pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, nuk ka arritur të marrë asnjë dokument zyrtar nga shteti grek ku të specifikohet motivacioni, data apo baza ligjore e ndalimit, duke e lënë kështu pamundësi për të nisur një proces gjyqësor në Greqi. Sipas tij, 3 avokat grek të angazhuar fillimisht janë tërhequr menjëherë pas kontaktit me autoritetet. Kalaja shton se sistemi I Bashkimit Evropian Frontex ka verifikuar me shkrim se ai nuk figuron I blokuar në sistemin SIS, Schengen Information System, por është ndaluar vetëm në territorin grek, bazuar në një vendim të brendshëm të autoriteteve të Athinës. Duke cilësuar këtë vendim si arbitrar dhe të padrejtë, gazetari shprehet se do të ndjek çdo rrugë ligjore për të kërkuar transparencën dhe vendosjen e dinjitetit. Ai thotë se është I bindur se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore në raport me Greqinë dhe se vendimi lidhet me veprimtarinë e tij profesionale dhe publike. Ndërsa familjarëve të mi u lejohet hyrja, mua më vunë vulen non grata në pashaport. Pushimet që kishin pronotuar në Lefkadha u kthyen në pushime shqiptare, ka deklaruar Kalaja, duke shtuar se pavarësisht viteve që kanë kaluar, nuk ka pranuar të ndërroj pasaportën që mban vulen, duke kërkuar të zbardhet e vërteta. Kalaja thotë se tani e ka bërë publik rastin pasi nuk ka më asnjë rrugë administrative apo gjyqësore për të kërkuar sqarime brenda Greqisë, ndërsa synon të I drejtohet institucioneve evropiane. Në përfundim, gazetari deklaron se masat e tilla nuk e ndalojnë të vazhdojnë aktivitetin e tij si gazetar dhe patriot, ndërsa kërkon që vendimi ndaj tij të sqarohet dhe të vlerësohet nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.